Ariola Demiri humb personin me të dashur. Aktoreja dhe personazhi i njohur i ekranit Ariola Demiri ka ndarë me ndjekësit e saj një lajm të dhimbshëm, ndarje nga jetat e gjyshit të saj të dashur. Me një postim të mbushur me emocion dhe dashuri, Ariola kujton atë si figurë emblematike të jetës së saj, një baba i dytë, mik, mësues dhe frymëzim. Një shpirt i pastër që më ka dhuruar dashuri pa kushte, shkruan ajo ndër të tjera, duke rrethyer mirënjohjen për kujtimet dhe mësimet që ai i ka lënë. Që fëmijët e saj patën mundësi ta njenin një burr të tillë, të mbushur me dashuri, fisnikëri dhe krenari. Në rreshtat e saj prekës ajo e përshkruan ndarjen si të vështirë, por me një zemër plot dashuri dhe respekt. Kam qenë, jam dhe do të jem gjithmonë vajza e gjyshit, shkruan Ariola, duke i dhënë lëmë të mirë në fundit një prej njerëzve më të rëndësishëm të jetës së saj. Për t'u informuar për lajmet më të reja, klikoni butonin subscribe.